Shumë gjëra në kohën e komunizmit kanë qenë të mbuluara me mister. Informacionet që qarkullonin ishin të pakta dhe të filtruara shumë mirë. Edhe pse nga një pjesë e shoqërisë dihej ajo që po ndodhte, në prapasken askush nuk guxonte të fliste. Dhe tashmë, shumë vite pas rënies së sistemit, po dalin në dritë disa të fshehta të atyre viteve. Ka qenë Raimonda Bulku, ajo që ka folur për përplasjen që ka patur me vajzën e Enver Hoxhës në bulevard gjatë viteve 80. Aktoria u shpreh se ka qenë duke ecur së bashku me vjerrën e saj dhe përballë tyre ishte vajza e Enverit Pranvera, së bashku me burrin e saj. Pranvera sapo ishte kthyer nga Franca dhe kishte ndryshuar plotësisht. Ajo kishte ikur e shëndosh dhe ishte kthyer 20 kg më pak, elegante, fine dhe me një super veshje. E pash dhe ju drejtova burrit të saj duke i thënë: "Sa shumë të qenë ka zbukuruar gruaja." Ndërsa më pas u ktheva nga Pranvera dhe i thash: "Ç'në ke bërë ala me të vajse?" Pa i lënë të më kthenin përgjigje, u largova inatosur dhe i thash vjerrës: "Unë jam aktore, më njohin të gjithë dhe nuk kam mundësi që të bëj jetën që bën vajza e mbretit." Vjera i kishte kërkuar Raimondës që të qetësoj, por aktorea tha se ishte e papranueshme që vajza e udhëheqësit të kishte kaq shumë privilegje, ndërkohë që unë si aktore duhet të bëj një jetë mjarane. Unë kisha të drejtën time për të jetuar bukur dhe regjimi ma hoqi këtë të drejtë, u shpreh aktoria Raimonda Bulku.